Avokat, të ndalemi pak te Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me Ballkanin Perëndimor dhe konkretisht Shqipërinë, ku së fundmi ka ndërmarrë një projekt ligj për të luftuar korrupsionin, për të luftuar kartelet e drogës, nisur edhe nga deklarata ose urimi që bëri vetë sekretari amerikan I shtetit në rastin e 28 nëntorit të pavarësisë së Shqipërisë. Ju si e shikoni këtë nismë të Shtetet Bashkuara të Amerikës? A e ka ndërmarrë tashmë seriozisht Shtetet Bashkuara të Amerikës për ta goditur një herë mirë Edi Ramën dhe lidhjet e tij me krimin organizuar? Së pari, krimi organizuar nuk goditet nga qeveria amerikane, por do goditet nga funksione të larta ndërkombëtare që janë atribuar nga institucionet dhe nga ligji amerikan. E çuditshme, por është realitet. Në Shqipëri janë këtu e një muaj agent të cilët kanë monitoruar edhe në një moment tjetër, që unë e kam thënë në një moment më përpara se sot, pra në mos gaboj në vitin 2025 në fillim, mendoj në muajin mars, mos gaboj maj, kem bërë një bisedë për të kërkuar informacione lista në momentin kur administrata e Biden ka ikur dhe ka ardhur administrata e Trumpit. Dhe kam thënë tek ju që kjo listë do bëj një verifikim paraprak dhe nga ky verifikim paraprak do të çohet një raport për të gjithë ata të cilët kanë ndjekur këto agjendat. Nga I moment deri më sot jemi pikërisht tek rasti I procesit legislativ tani e tutje. Të gjithë raportet janë marrë me kohë. Në atë moment, administrata e Trumpit e patë arsyeshme që këto agent të shkojnë në vende të ndryshme që të marrin informacion. Dhe mos harroni edhe diçka të rëndësishme, që për Partinë Demokratike erdhi Lacivita, një person që ka qenë pjesë dhe është aktualisht pjesë e një skuadre të gjerë të atyre që bëjnë fushata edhe kombëtare dhe ndërkombëtare. Por duke e materializuar këtë fakt në proces legislativ, që nesër çdo dekret që do të nxjerrë zoti Trump, do të jetë pikërisht çfarë? Goditja e çdo personi, por godet edhe personin, por edhe fondacionin Soros. Sepse fondacioni Soros brenda 2028-s duhet të shpallet organizat kriminale në gjithë botën. Dhe kush është pjesë e tij në mënyrë direkte apo indirekte, quhet antar organizate kriminale. Të mbetem me ky rast, a mendoni se Amerika e ka përgatitur një herë mirë atë goditje, po themi, ndaj Edi Ramës dhe I ka hequr vizën përfundimisht me këtë lloj projekt ligji dhe në mënyrë graduale do ta nxjerrë jashtë politikës, ndoshta edhe më keq se sa vetë Berishën duke e shpallur non grata. Linja Trump do të nxjerrë nga harta politike fondacionin Soros dhe të gjithë ata të cilët janë bërë pjesë të tij ose kanë qenë pjesë të tij dhe jo Amerika në tërësinë e saj. Pra, çdo lëvizje që ju do të shikoni është një lëvizje e përqendruar kundrejt çdo politikani në Republikën e Shqipërisë që ka përgëzuar, ka bashkëpunuar, bashkëpunon në të ardhmen, në të shkuar, në të tashmen edhe në të asajt që themi na herë me fjalë të ndryshme popullore, kundër interesit të linjës Trump. Prandaj them që çdo aksion, çdo veprim që ndërmen linja Trump është kundër fondacionit Soros. Dhe zoti Rama, derisa është I përfshirë dhe ka qenë gjithmonë në krenarinë më të madhe që ai ka qenë pjesë e fondacionit Soros dhe ka pas dhe ka ende lidhje me familjen Soros, sigurisht që edhe zoti Rama do të përfshihet në këtë goditje
që administrata dhe linja Trump po bën me normim të një ligji, të cilët nuk ishte i nevojshëm për ata të cilët jetojnë në Amerikë dhe din shumë mirë pjesën politike dhe juridike të Amerikës. Ky projekt ligj nuk ishte i nevojshëm, sepse dekretet presidenti ka dhe ja akseson, se kemi edhe një rast tjetër kur ai ka lënë në fuqi disa dekrete të cilët kishin të bëjnë me sulmin, por ai çfarë don, duke materializuar në projekt ligj dhe në ligj, ai don që çdo urdhër që do të nxjerrë do godas drejt për së drejti individin që është i përfshirë në familjen edhe në rrethin e fondacionit George Soros. Pra, te ky ligj në Ballkan nuk shikohet Amerika godet shtetin, por linja Trump godet armikun e Trumpit që është George Soros, godet ata të cilët nëpërmjet të makinacione kanë shpikur zhvillimin e demokracisë duke lënë qendruar e majta e organizuar me krimin organizuar bashk edhe duke mbajtur pushtet klane të ndryshme. Prandaj është një mix i tërë i cili për mendimin tim Soros Alexit ke durim se Sorosi tjetër sa do shkojë 101 nuk shkon dot. Avokat, ju e përmendët në fakt që në muajin mars ju e keni artikuluar atë listën që ka përgatitur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe më pas në qershor këtu në Agora News ju keni deklaruar në mënyrë më konkrete duke thënë që ka një listë prej 69 personash ku Shtetet Bashkuara të Amerikës do t'i godas hap pas hapi secilin prej tyre me vendime dhe sanksione konkrete. Dhe në këtë rast kam edhe një, po themi, sqarim për gjithë shikuesit që sidomos atyre që komentojnë që jo po flisni apo jepni deklarata pa logjik që shkojnë përtej realitetit apo që duken në fantazi. Jo, dua të them që ajo që ju keni artikuluar në muajin mars. Ajo që ju po mos u merr me ata për shkak. Ajo që ju keni artikuluar në muajin mars dhe në qershor dhe që tani materializohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës me këtë lloj projekt ligji, pra jo vetëm ju jep të drejtë, por ndërton edhe gjithë atë projekcion pra që ju keni pasur në kokë që në atë periudhë. Në këtë rast, me këtë lloj liste që Shtetet Bashkuara të Amerikës ka përgatitur, si mendoni, a ka një strategji për të nxjerrë një herë mirë nga skena e politikës Edi Ramën, enturazhin e tij të rilindjes, por edhe nga radhët e opozitës, Sali Berishën dhe gjithë ata që presupozohet se mbajnë peng opozitën? Së pari dashur do të them ty edhe ata të cilët na kanë dëgjuar, duke falenderuar ata qytetarë që kanë shtypur like, janë antarësuar tek portali jot, na ndjekin vazhdimisht, na respektojnë, sepse për ata ne kemi krijuar një raport besimi dhe të vërtetë. Dhe ti kur ndërton raport besimi dhe të vërtetës, ata të cilët komentojnë kundër teje janë vegla. E çfarë do thon vegla? Do të them një rast shumë të thjesht kuptosh. Në rast se unë dal tani nga Ministeri i Darkë dhe shaj Sali Berishën, çdo komunist që ka ndaj mbledh me Sali Berishën, çdo socialist që është militant i partisë së tij, thotë bravo të lumt kështu. Ku shaj, po në kuptimin kritikoj Edi Ramën, bëjnë ai gjë kundër Edi Ramës, më shajnë mua sepse që janë në pegmarrje. Pse ignoranca është pegmarrje. Në rast se ti nuk ke ignorancë, përdor logjikën dhe thua, kur ai pas ka fituar miliarda brenda një dite dhe ti jeton me një pension 100.000 lekë, ku ai ka fituar miliarda brenda një dite dhe ti nuk ke një shtëpi, kur ti ke familjen jashtë shtetit dhe ti mban akoma Edi Ramën duke justifikuar me burgaxhi që e futet dhe nxjerr nga burgu për të krijuar se spaku dhe drejtësia funksionon, tani të lutem nuk kam mos merr me ata, se ata janë të destinuar për veten e tyre që janë drejt mbarimit. Pra, thjesht ata jetojnë për të jetuar, po jo se kuptojnë. Pra, ne flasim për ata të cilët kanë një logjik të lartë, për më isha dhe kanë edhe më të lartë se ne, po të paktën atë që në po i themi vazhdimisht dhe kemi sqaruar, është që ne themi të logjikshëm, jo të ekstremin. Ne do të themi që do vi një helikopter do ta marri, një avion mund të vi, ta marri, se di.
Kisha dhe gabofsha. Por ndoshta me avionin që i kishte dhuruar Erdogani. Po, ti se di këtë gjë, që avioni e ka flamur turk edhe ndonjëherë e pson. E di si është ky avion, është avioni i aratisjes. Do aratiset si Asadi. Po normale, pse ti çfarë mendon ti? Pse ti si e mendon aratisin e zotit Rama me makinë? Prandaj nderuar duhet kuptoni diçka, që të saktësojmë tek njerëz, tek individ të cilët na respektojnë dhe i respektojnë. Ajo që unë kam thënë në muajin mars në vazhdim, nuk ishte thjesht një imagjinate imja. Ishte një informacion i bindur që kjo gjë do të ndodhë. Sepse linja Trump nuk është linja Biden. Linja Trump do të mbrojë interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe sot ju e shikoni mirë se si kanë vijuar ngjarjet. Më falni, t'ju bëj një pyetje tjetër. Ju e mbani mend rastin e zotit Veliaj që u thash nga 2025 deri në fund të 2025-s nuk e shikoj mirë dhe procedimi i tij penal. Nuk është thjesht faktik, por thjesht do të jetë edhe numerik statistikor, arrest në burg apo arrest në shtëpi.